Zoti Merkoçi, si mendoni në çfarë niveli do të jenë goditjet e Spakut me ardhjen e kreut të ri, apo do të ketë të njëjtën po themi një trajtshmëri goditje dhe të njëjtin kapacitet goditje siç ishte në rastin e Altin Dumanit, dhe cilat mund të jenë ato figura që mund të preken qoftë në radhët e qeverisë apo të opozitës? Më vjen keq që e ngatarojnë punën e Spakut me një individ. Dumani, edhe ai që do të zëvendësoj Dumani është administratori i Spakut. Ai nuk bën veprime jashtë jurisdiksionit të tij. Çka do të thotë? Çdo prokuror i Spakut është i pavarur nga Dumani apo nga ai që do vi të zëvendësoj Dumani. Dumani është përfaqësues i Spakut. Dumani është administrator themi i Spakut. Pra, përveç detyrës që ka si prokuror, ka dhe administrimin e institucionit, përfaqësimin e institucionit në për dikasteret të tjera, në për seminare, në për takime ndërkombëtare, më thash ky është përfaqësues i Spakut. Por dosjet çdo prokuror i ka vet. Dumani nuk mund të ndikojë tek prokurorët e tjerë që ta bëjnë dosjen apo mos ta bëjnë dosjen. Ai nuk e ka të fortë sepse vetë kur e ndërtuan ligjin këta, kërkuan këtë lloj forme, votuan këtë lloj forme. Nuk është faji Dumani, as atij që do vi pas Dumani. Nuk është Dumani, vetëm Dumani nëse e ka dosjen vetë në dorë mund të japi hesap më tepër. Por për një dosje që ka një prokuror tjetër, Dumani nuk i thot do të atij çoje dosjen gjyq apo mbyllet dosjen. Sepse çdo prokuror kështu është ligji. Nuk është Dumani. Po. Tema. Nesër do jetë dikush tjetër. Nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka. Ky institucion do funksionoj, do nxjerrë dosje të cilat janë aty dhe nuk po dalin. Janë dosje të përgatitura. Tani kjo FOBI-a që jemi vetëm vend që kemi FOBI-n brenda atij institucioni. Ka zyrat e veta. Tani kur do të ndodhi? A do ndodhi sot, a do ndodhi nesër, asnjëri nuk mund të japi garanci. Por që do ndodhi. Unë thash, dosja me Gonigal është dosja e cila do hapi petet e lakrorit, jo pse është dosja me Gonigal, po dënimi i Ramës do t'i hapi petet e lakrorit, se këta janë si puna të spive, po i kpute penin në hallakatin gjithta. Ata po bëjnë disa veprime të cilat njerëzit nuk e imagjinonin dot. Jo pse u fut Erion Belia në burg. Kuptohemi drejt. Por edhe arrestimi i Ilir Metës apo akuza e Berishës, arrestimi i Berishës, që njerëzit nuk e mendonin deri dje, por po të shohësh kanë kap edhe grupet kriminale, grupet e drogës, grupet e basteve. Jo, tashmë u bë kontrolli i Dulagut, nuk i shkodën mend njeriu. Ha? U bë kontrolli i atij të TOSHE-s, kesh. Sekretarit përgjithshëm. Pra, janë ka grupe kriminale të drogës të lidhura me Kolumbin, por është në kontroll porti Durrësit. Këta nuk e dinë që porti Durrësit është në kontroll, pavarësisht se këta bëjnë ç'bëjnë. Vazhdojnë ta bëjnë ata pisliqet e veta. Por ka një problem, nëse do t'i shifni, në historinë botërore, apo në historinë e këtyre, edhe në Itali, po ta marrësh dhe në Itali. Ai rri 4 vjet, 5 vjet në gjimon një grup. Ai e di shumë mirë që ai është trafikant, merret me drogën, me këtë, por rri 5 vjet. Qofse kujtohet ka qenë ajo çështja e Balit me ministrin ton të mbrëmshëm, Tahirin. 5 vjet kishin ata që e gjimon. Ata e dinin shumë mirë. Që ishte, por çfarë kërkojnë? Ata kërkojnë të kapin kokën, nuk janë si puna prokurorëve tonë. Që kapin atë që sheti si cigare ashash dhe ai që është koka atje, e drogës që e sjell drogën, Banakingu, që është dënuar, vazhdo akoma vjen Banakingu më tepër. Jemi vendi që marrin Banaking më tepër nga gjithë vendet e botës, sa thotë se shqiptarët rrinë me banane në dorë gjithë ditën. Dhe për çfarë është dënuar? Për kokainë.
Dhe vazhdo akoma bëhet reklam. Pra, ata kanë një mënyrë tjetër. Ata nëse si kopësisin gjëra deri në fund nuk bëjnë arrestime, nuk bëjnë ndalime. Sepse do dali para gjykatës, ku është pavarësia e gjykatës tash. Pra prokurori vërtet kur shkoj para gjykatës do të ketë kopësitura gjëra se ja merr gjykata për plas dosin të urive. Nuk është si këtu. Që vendos prokurori, vjen prokurori me durën xhepa, thot 2 llafe gjykata e firmos, po thot. Pra ne kam vite ato që punojnë. Dhe pra ne kanë hecë për para. Sepse janë të ndara institucionet. Nuk është kështu. Do arrestohet ky, do arrestohet ky. Aty i kanë dosin. Nuk e di pse. Dosit aty janë gjitha. Por më gjej një njeri nga këta, qoftë qeveria, qoftë opozicioni që nuk është thirrën spak. Gjithë janë thirrën spak ta. Gjithë kanë dëshmu. Nuk di se kanë një që nuk ka dëshmu këtu. Zoti Mërkoçi, SPAK ka kryer kontrollet e banesa dhe zyra e administratorit të OSHE-s Enea Karakaçi dhe në këtë rast si pas raportimeve në media ka qenë një po themi operacion blitz ky i kryer mbrëm, të paktën siç e raportohet deri tani. Ju si mendoni në këtë rast dhe si e shikoni si në analizën tuaj, apo i afrohet SPAK në këtë rast Belinda Ballukut? Ju thoni Belinda Balluku e ka të numër dosin gjërëm se s'ka që t'i afrohet më, po në një protest i kam pas, kam deklaruar në protest, kam thënë në Ramës më nxirr kontratën e këtyre kompanive private me keshin, një e para dhe kam deklaruar që një turbin punon për ty. Shqyr zoti që SPAK-u është futur dhe ka qenë dhe vërtet do të shifni një katraur në energjetikën shqiptare. Do të shifni një katraur. Se si këta oligarkët, themi, t'i qyjmë se kështu që oligarkët e partisë. Këta oligarkët kanë bërë kontrata mizerabiliteti, ku e marrin energjin para dite, që është me 100 lek, dhe a kthen keshit natën, kur është me 5 lek. Kjo është kontrati që kanë bërë këta. Dhe unë jo pa qëllim në atë kohë i kërkosha Ramës më nxirr kontratën e keshit. Dhe do të dini një gjë. Jo pa qëllim i thash që kur putet peni te spit ikin s'dije se ku shkojnë kokrat. Dhe këtu nuk është puna Belinda Balluku. Tu është puna e Edi Ramës. Nëse nuk do goditet Edi Rama. Edi Rama do mundohet, do mundohet i shesit gjithë. A i ka përqit familjar, vlezër, në qatë ketë, do i shesi për të ndetur në pushtet. Por nuk e ka gjatë. është mbledh litari në atë formë se nuk kam më ku shkon, se skandalit janë ma skandale. Unë ja u përmenda këtë të keshit. Ashtu si që përmenda dhe Dulaku, ashtu si që përmenda dhe tjerët, ashtu si që përmenda dhe edhe të Kastratit, se shkap edhe administratori Kastratit që është bërë, edhe së flet njëri. Tam. Që është bërë kontrol. A pra,